Banorët e njësisë administrative të Postribës si rezervuan një pritje të veçantë kandidatit për deputet të Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Mallështore, Bart Spahia, gjatë bashkëbisedimit me banorët e një prej zonave që ka vuajtur më shumë plagët e komunizmit dhe përsekutimin e ri të qeverisë Rama. Kandidati Spahia tha se Partia Demokratike vjen me një program të mirëfillt që pas 11 majit sill ndryshimin e madh për Shkodrën e Shqipërinë, ndryshe prej kundërshtarit që ka vetëm demagogji. Të bahemi bashkë të një muaj e pak ditë që na ndajnë nga data 11 maj. Të bahemi bashkë me besimin absolut që ka ardhur ora jon, që ka ardhur dita jon, që ka ardhur momenti jon. Për ta hënë kosh plerave të historisë një qeveri hajdute, kriminale, që ja ka shtrënguar lakun në fyt çdo qytetari. Të bahemi bashkë për të bërë ndryshimin e madh. Jo thjesht për të na dhënë votën, po për të bërë pjesë vetë edhe ju e këtij rrugtimi drejt fitores tonë të sigurt me 11 maj, me bindjen absolute që Partia Demokratike është e vetmja ofertë, e vetmja alternativë që mund ta ndryshojë rrjellën e të mëshme që ka marrë Shqipëria, Shkodra edhe Postriba. Dhe dalim tek forca jon ku është burimi i forcës sonë. Po, janë qytetarët, është mbështetja juaj për kraja juaj, duartrokitje tuaja për Bardhin dhe ekipin e Partisë Demokratike. Për diasporën që votën e hell më herët, Spahia kërkoi një angazhim maksimal pasi cilëson kontributorët kryesor të fitores. Let na gjejnë gati ne. Let na gjejnë gati ne dhe njerëzit tanë që kemi me shumicë në çdo vend të Europës, në Angli dhe përtej oqeanit madje. Ti kërkojmë me insistim që na bashkohen, sepse kemi të nevojshme, kemi të domosdoshme votën e tyne. Do t'jenë ato një kontributor i jashtëzakonshëm i asaj fitore. Të takohet çdo qytetar, pasi të gjithë duhet ta kuptojnë diferencën se kush i përfaqëson siç duhet në kuvend ta Spahia, duke theksuar se kundërshtari është palë me krimin. Nuk i përfaqësojnë ato, as Beneti i aferave korruptive, përfaqësuesi i bandave kriminale që e dim gjithë se si e ka fitu bashkin, as edhe ai kryeministër të cilit listat e deputetëve ja imponojnë krimi organizuar siç u faktu nga përgjimet. Postriba i dha mbështetjen maksimale kandidatit Spahia, duke shprehur besimin se fitoria 11 majit do të jetë e padiskutueshme dhe ai do të jetë zëri i tyre në kuvend. Të njëjtën mbështetje Spahia e mori edhe në Bërdic në takimin e radhës me banorët e kësaj zone. Ne do të jemi bashkë aty të gjithë për të denoncuar me forcë çdo kënd që do të tentoj të tjetërsoj votën dhe vullnetin e qytetarëve tanë. Në 11 maj, shkodranët dhe shqiptarët do të zgjedhin Partinë Demokratike dhe numri 1 si alternativen e vetme për të ardhmen e vendit dhe familjeve të tyre, tha në mbyllje Spahia.